Ekskluzive, vetëm me femrat të shtëpis, ku do të zgjidhet femra më seksi në Big Brother VIP Kosova 4. Gjithsej do t'jenë 2 raunde. Raundi par, i cili përbët prej kodit të veshjes që është zgjedhja juaj e lirë, dhe raundi dytë, i cili kodi veshjes është roba banjo. Goca duhet ta kem parasysh se çdo lëvizje do të vlerësohet. Kështu që shpresoj që do japin maksimumin, ka dalë një herë. Fillojmë me banoren e parë. Ja, ku më tregu qikave. Okej, do me thonë të me pas parasysh që gjithë shka vlenë. Shikimi, qëndrimi, prezenca, vetbesimi. Ju jeni ata që keni me vlerësu. Falenderoj shumë. Taman. Për ndryshe, unë jam Lëndrimi, moderatori i mbrëmjes së sëndme, dhe ndihem shumë i privilegjuar dhe është një deja vu për my, pasi jam fitusi i... Pasi që jam fitusi i edicionit të parë, të këtij formati. Filloj me Alben. Vlajman, muzika. Alba Polozhani. Një vajzë shumë e talentuar që nuk i pushon goja asnjëherë. Si duket, Alba ka zgjedhur një metodë të veçantë që të prezantohet. Wow! Kujdes. Kukupi. Më falni, jam e zënë. Piket. O, ka dalë. 5, 11, 16, Falnderit. 21, 30, 36, lad, 46, 51. Ade më shkryt. Bestion për të punë. Banorja dytë që do të sfiloj është Bia Khalifa. Bia është një vajzë 24 vjeçare, e cila njihet për ekskluzivitetin e saj. Slay! Si duket djemët janë shumë të emocionuar. Bravo! Dhet, 20, 30, 35, pse po m'jap nonsha. 44, 54, 64, edhe 8, 64 edhe 8. Banorja e radhës që do të sfiloj është Benita Zena. Për ndryshe, Benita njihet për hitin e saj Bugatti, i cili ka arritur të depërtoj deri në Evropën lindore. Benita sonte ka vendosur të na provokoj me një stil shumë të veçantë, si zakonisht, dhe nuk surprizohemi as pak. Slay. Djema, 10, 20, 30. Oh, jeti më së t'jatë në unë shumë. 39, 49, 59, 69, 79. Do t'ja? 78. Edhe unë ja qita 15, po jo. Banorja e radhës është Eliona Binakaj. Eliona, një vajzë 18 vjeçare, shumë e talentuar dhe si profesion ka fiks këtë fush, modelizmin. Bravo!
10, 20, 30, 8, 48, 58, 68, 78. Banorja e radhës e cila do të sfiloj është Hygerta Sako. Skena për ju, Hygerta. Përndryshe, Hygerta është një ndër moderatorët më seksi që kam parë ndonjëherë. Slay, mami! Përndryshe, Hygerta ka qenë dhe miss për ata që nuk e din dhe kjo e dëshmon më së miri. Oh my God! Deri më tani, Hygerta ka pikët më të larta. Nuk e di. Banorja e radhës. Sasa Hoda. Sasa është nga Gjakova, edhe sonte ka vendosur me sfilu për neve. Sasa ka vendosur që me u vesh si një... Nuk e di. Wow. Si duket shunave ju pëlqen shumë? Përgjohesh? Mashallah. 10, 20, 30, 40, 50, 9, 69, 79. Bravo, besem, pështu. T'ju paralajmëroj se kjo është banorja e fundit që do ecë për raundin e parë. Dhe në këto momente prezentojmë Shkurta Haxhiu. Përndryshe, Shkurta njihet për depërtimin e saj në rrjetet sociale dhe ka pasur shumë aludime që Shkurta është pjesë e Illuminatit. Nuk e din sa është të vërtet, por këtë mbetet ta shohim në ditët në vazhdim. Aj, mami! Slay. 10, 20, 39... Oh, no. 10, 20, 30... 10, 20, 30, 9... 48... Edhe 8... 56... 66... 56... Po... Masi e kemi Klodin model, e këshim ftu me nga bu një ecje. Hajde, Klodi. Ja, s'qoj, bërë. Hajde në lirti. Ne, Po. Dhe të ndruen qikat. Qo, bre, kushtrim. une jam juri. Nuk korruptohem të. Përndy. Kaka. Allah, Allah. Shërmani edhe shpinën.